Për të tretën ditë me radhë, në Shkup po zhvillohet edicioni i 4 i garave ndërkombëtare kuranore. Në këtë manifestim marrin pjesë 193 garues nga 17 shtete të botës, duke e shndruar këtë manifestim në një prej ngjarjeve më të mëdha kuranore që organizohet në rajon. Inna rabbaka hakimun alim. Edicioni i vjetëm organizohet nga Bashkësia Fetare Islame në bashkëpunim me Ministrinë për Çështje Fetare të Mbretërisë Arabisë Saudite. I falenderojmë shumë për këtë dhuratë që ja kanë dhënë Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, vendit tonë e në veçanti kryeqendrës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkupit, i cili njihet për një traditë të lashtë, fetare, kombëtare, kulturore e kështu me radhë. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Shaqir Efendi Fetau në një prononcim për televizionin Koha u shpreh se pjesëmarrësit vijnë nga vende të ndryshme të botës, duke përfshirë këtu vendet e Ballkanit, po edhe ato europiane. Sipas tij, organizimi i këtyre garave përbën një ndër manifestimet më të rëndësishme fetare dhe kulturore që është mbajtur ndonjëherë në vend. Me shumicë janë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Republika e Kosovës, Shqipëria, Bosna, kemi nga Turqia, Bullgaria, Estonia dhe shumë vende tjera. Unë mendoj se ka qenë një nivel i lartë i organizimit të këtyre garave ndërkombëtare të Kuranit famlar. Garat përmbyllen nesër me ceremoni solemne të ndarjes së çmimeve për fituesit e kategorive të ndryshme. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve pritet të marrin pjesë përfaqësues të institucioneve fetare, personalitetet e jetës publike, si dhe mysafir nga vendi dhe jashtë tij.